zëvendës kryeministri që thotë se atë grupet kriminale thotë neutralizohen ose sherrët midis tyre neutralizohen nga kryeministri, i cili u thotë që kujdes mos më hapni të lashe, rrini unë ju mbështes ato si thua kërkesat e tyre ose ambicet e tyre, qoftë edhe për ekonominë, po qoftë edhe për rrugët e tyre të krimit. Edhe kjo nuk është argument për qenë narkoshtet, nuk e kuptoj. Megjithatë, le të vazhdojmë me metamorfozën. Metamorfoza ka një moment është shumë interesant. Ne ndoshta e kemi diskutuar në studio edhe më herët. Ka një moment ku investitori strategjik thret deputetën e Partisë Socialiste dhe thotë keni mbledhjen e Partisë Socialiste të qarkut sot. Po, si mund shkosh ti atje, thotë, hajde një herë këtu, thotë. Dhe pastaj thotë, shkon mbledhje, thotë, ju themi një herë se çfarë ne kemi ndërmend. Çfarë qëndrimi kemi ne dhe çfarë na duhet ne, dhe pastaj shkon mbledhje dhe ata ta kuptojnë këtë gjë. Kjo është e guximshme edhe për vendet e Amerikës Latine për të bërë, jo më për në Shqipëri. Megjithatë, personi i cili thoshte këto gjëra, praktikisht tani është në burg, por përpara se të ishte në burg, ishte caktuar investitor strategjik në Shqipëri. Në dosjet e tjera, të cilat lidhen kryesisht me Shqipërinë e mesme, domethënë Durrës, Laç, pak veri, domethënë, kanë të bëjnë komisari. Si ndodh që një komisar policie kapet duke transportuar, duke shëtitur ose duke bërë guid krye kriminale që kishte 20 sa vite që në fakt po kërkohej në Shqipëri, dhe gjithmonë ndodh që në atë komisariat shkojnë gjithmonë njerëz të cilët në një farë mënyrë përmbushin interesat e grupeve kriminale në atë zonë. Kush i cakton komisarin në atë qytet? Drejtori i përgjithshëm i policisë. Si ndodh për shembull që i vetmi sherr që ka ndodhur është sherri që ka ndodhur në bandat e Elbasanit, si ndodh që njëra banda arrestohet, tjetra nuk arrestohet, ndërkohë që përgjigjet zbardhin një ndërhyrje të njerëz për bandave që thotë më hiq qafa ato ose nuk do keni më vota. Tani kujt se ndoshta ne do mësojmë dikur që banda që nuk arrestohet i vendosi kusht kryeministrit që të arrestohet banda rivale për bashkëpunim elektoral. Kujt ja kërkoi këtë gjë? Nuk ka qenë prokuror. Po të kishte qenë prokuror, nuk do kishin dalë ato përgjigje. Shumë e sigurt. Ka qenë politikan, një politikan shumë i rëndësishëm, i cili kishte mundësi ta ndikonte edhe vetë prokurorin ose prokurorin për të evaduar bandat kriminale nga Elbasani sipas nevojave të bandave të tjera në Elbasan. Edhe kjo nuk qen ka argument se Shqipëria është narkoshtet. Tani ata që i dalin përballë kësaj teze dhe kërkojnë që ta rrezojnë këtë tezë, duhet na sjellin ndonjë argument përveç argumentave të cilët mund t'i bëjnë vetëm miqtarët e Shqipërisë së pamposhtur në breg të Adriatikut, shumë kohë më përpara, të cilët ankoheshin për çdo gjë për Shqipërinë e zezë, po që çdo gjë që thuaj për Shqipërinë thoshin se ishte për të prishur i mazhin. Është një retrospektiv që na vjen natyrisht me një gjuhë tjetër, na vjen me një kontekst, po aq e rrezikshme. Po shumë e rrezikshme dhe ndoshta është edhe infiltrimi i paras, ndoshta është edhe investimet që janë bërë në të zezë, por unë nuk mendoj se disa prej tyre të cilët i mëshojnë kësaj teze janë të investuar përmes paras. Natyrisht janë të investuar përmes pushtetit dhe kjo nuk e përjashton edhe paran, por nuk them se janë të investuar përmes paras së zezë, por përmes paras pushtetit janë të investuar. Këtu ke parat në fakt duhet të qëndrojë dhe unë Sami. Dhe duke qenë të investuar përmes paras pushtetit, ata përpiqen që të mundësisht se do debati, pse po ndodh ky debat domethënë. Po debati po ndodh sepse ka ndodhur diçka me zgjedhje, ka ndodhur një diçka e rëndë. Dhe për sa kohë ka ndodhur kjo gjë e rëndë me zgjedhjet, dhe ne kemi këto argumente të cilat i futin trafikun, drogën dhe kriminalitetin brenda zgjedhjeve, ne kemi të drejtë të flasim. Po çfarë po thonë ata tani? Përveç kësaj tezës, antitezës kundër narko-shtetit, ata kanë edhe këtë tjetrën që zgjedhjet janë çështje pushteti. Domethënë, opozita thotë që ne humbëm zgjedhjet dhe po lufton që të rikuperojë atë humbje për shkak se ka humbur pushtetin Berisha, ka humbur pushtetin Partia Demokratike. Zgjedhjet nuk janë çështje pushteti. Dhe kjo është, nëse ata i mëshojnë kësaj teze, duke paraqitur zgjedhjen si çështje pushteti, në fakt çfarë bëjnë? Arrin ta neutralizojnë si një problem demokracie ose si një problem të drejtave në vend. E vendosin përballë Berishën me Ramën, Partinë Socialiste me Partinë Demokratike dhe në një farë mënyrë zvoglojnë fushën. Por nuk është kështu. Dhe gjithë ajo çfarë po bëjnë ata, janë duke vendosur si thua tabel qitje o Ramën o Berishën. Nuk është kjo, zgjedhjet në Shqipëri nuk janë problemi i pushtetit, janë problem i demokracisë, janë problem i zgjedhjes që ne kemi bërë në 90-ën. Të jemi vend demokratik apo të jemi vend narkoshtet
me oligarki, apo shtet diktatorial, apo paradiktatorial, apo postdiktatorial, me gjitha ato sëmundjet e diktaturës.